Tekura në hyrje të Dajçit pranë stacionit elektrik, e cila ngrihet mbi disa kolektor kryesor të kësaj zone, u i ka rrethuar shtëpitë e para. Si tregojnë dhe filmimet e paradites të SHN-s krahasuar me një ditë më parë, gjendja është përkeqësuar. Rritja e nivelit të liçenit të Shkodrës dhe të Drinit me të paktën 10 cm në krahasim me një ditë më parë për shkak të shkarkimeve nga kaskada e Drinit është shoqëruar me ngritjen e nivelit të ujit në Dajç. Konkretisht në lagjin Zadrim, uji ka izoluar disa ku, sipas familjeve niveli i ujit ka rritur 50 deri në 70 cm. Ashtë e hapun gropa atje, që ashtë i kanali mas, po të avrelat hinë. Gjithmonë në hinë e knejna më të partë vësh nejna mytito. Sidomos nështë si lagje, vujmë gjithmonë për ujë. Se në blokon edhe asfalti, se e kanë bon asfaltin për ata. S'kanë bon qynga, s'kur gjonar asfalt, me kalu ujtë. Gjënja për ne nuk është mirë hiqirën. Në vëç tu aso nërë bakti e kena herë problemin më të malin, për i baktive. Me i kullot s'ke kujqet. As kur gjën, ku me i drymren s'kesën edhe pak në hinë vath, ka me i qua. Për zotë në zdim ka me i qua, s'ka mullan kur ka në. Për mëtë, sepse këto a ba një sabatimi malë kur është ba kë kanali kullos to, dhe me dhe egzistuasin mu lil me kanalin e trushit. Po jo të bojnë blokat të në ndërin tonë vëmëran. Gjithmonë unë kam le rriti to. Kura mëllë kanali ishi vjetër i dikur, a kanë në këtë pozicion ka shpija e manina. Atëherë ka jetë ujtë lirisht. Ka ardhë ujtë tash e parë, po ka ikë. Sot mund rrinë edhe i muaj, edhe dy, unë jam ka një funit gjithmonë që kam dalën për mëtje këto më. Nuk eksiston kjo punë, rritet, çdo minutë rritet ujtë. Për 70 centim nuk ka kur risen, ne do të na shkojnë 2 metra më. Nuk është harroj 70 centimshin, 20 centimshin e kështu. Unë kam pas 3 metra ujë, gjithmonë. Edhe këtu, na janë përmend shtëpijat, edhe dam shërblimi i banesave në rrethin e Shkodrës nuk është bë. Këtu rrezikojnë tonë shirgje mushani më për çashtun. Unë sem kurrisen para shokëve. Qyre ku janë shokë? Të paktën 5 deri në 6 familje në këto lagje kanë të pamundur të lëvizin në këto kushte, po ashtu dhe bagtit janë të izoluara pasi uji ka depërtuar në stalla. Banorët shprehin shqetësime se nëse gjendja përkeqësohet do të detyrohen të thërrin bagtit, pasi nuk mund të përballojnë nevojë ushqimore për një periudhë gjatë izolimit. Rritja e nivelit të ujit në zonën e Dajçit gjatë 24 orëve të fundit është evidentuar në raportin e shtabit të emergjencave, ku thuhet se janë përmbytje 120 hektar tokë ose 10 hektar më shumë se një ditë më parë, ndërkohë shkarkimet nga hidrocentrali i si fundori i kaskadës së Drinit, po kryet për të mbajtur kontrollin e kuotës hidrocentralit të Fierzës, e cila të hënën ishte mbi 292 metra, ndërsa kuota maksimale është 292 metra. Prurjet aktuale janë rreth 900 metra kubuj në sekond.